Gjë? Edhe njerëmi se keni ardhur gjithë, shpresoj që vërtet jeni mirë. Sot do të flasim në fakt për diçka që nuk flasim shpesh, të paktën midis nesh. E di që Zoti është shumë aktiv për këtë temë, edhe është shumë interesuar që besimtarët të jenë në dieni për këtë gjë dhe të dinë se si të kalojnë. Por midis nesh e di që është një temë jo shumë e folur. Ndoshta krijon komplekse, sidomos mbasi kalon disa vite si besimtar, që nga ato tema që sërse ke dhe aq qef për ta prekur. Ndoshta e këtu sot i dekurajuar, do flasim pikërisht për dekurajimin. Ndoshta je i lodhur, edhe shpresoj që vërtet fjala e Perëndis të vijë e butë aty ku ti ke nevojën sot. Ndoshta je këtu edhe jeta të ka lodhur, ndoshta nuk e njeh Perëndin akoma, edhe për shkak të vështirësive ndihesh i lodhur. Shpresoj që vërtet njësoj të vijë aty ku ti ke nevojë, të zbuloj vërtet nevojën që ti ke tek vetja jote. Sot do të shikojmë një nga personazhet më të njohura në Bibël. Në fakt është Eliau ose si personazhi Elias, siç e njohim. Është një profet i madh, një profet i jashtëzakonshëm, një njeri i jashtëzakonshëm në fakt. Eliau ishte një njeri që qëndronte përpara Perëndis. Në fakt, herën e parë kur ai përmendet në një histori, tek e parë mbretërve 17-15, ai thotë që Eliau tha siç jeton Zoti i ushtrive, përpara të cilit qëndroi. Ai kështu deklaron veten, ai qëndronte përpara Zotit të ushtrive, ishte në prezencën e tij, e ndiqte Zotin me gjithë zemrën. Një person shumë i fortë për shkak të Perëndis. Ishte një profet i madh. Qëndronte përpara Zotit të ushtrive. Fakt Zoti e përdori Eliaun për të qortuar Izraelin, për ta thirrur atë përsëri drejt tij, për ta kthyer atë tek Perëndia. Jetoi në një kohë kur kombi kishte braktisur beslidhjen e Perëndis. Kishin ngritur altar edhe kishin lënë Zotin. Ishte një kohë shumë e vështirë. Dhe prapse Eliau qëndroi pa përkulur gjunjët e tij përpara idhujve, përpara Baalit. E jam shumë i sigurt që ndonjëherë kur lexojmë Biblën krijojmë ato imagjinatat tona si mund jetë ky person duke lexuar. Nuk e di nëse e keni imagjinuar ndonjëherë Eliaun kur e keni menduar, unë kam menduar një personazh i fortë, me karakter të fortë, burrëror, njëri që nuk bëje do shaka me të, domethënë ishte një person pak i vështirë në sensin që për shembull ishin ata komandantët e mbretit, t'ja kujtoj emrin, Ahazia. Ata shkuan tek Eliau edhe urdhëruan në emër të mbretit, hajde tani se mbreti kërkon. Edhe Eliau i tha, si dhe? Ai thotë, shikoj, nëse jam njëri Perëndis, shikoni çfarë përgjigje, direkte, nuk mund të hahesh me të, domethënë. Atëherë le të zbrez zjarr nga qielli, të konsumoj bashkë me të 50 e tu. Domethënë përpara ti nuk mund të rije dot me arrogancë. Ishte një njeri shumë serioz. Faleminderit. Ishte një njeri shumë serioz. Bibla përshkruan një burr leshator, i ngjeshur me një brez lëkure për rreth hijeve. Në fakt edhe Gjon Pakzori do të vinte më pas në frymën dhe fuqinë e Elias. Ishte një profet vërtet i madh. Zoti do ta përdori edhe në periudhën 7 vjeçare bashkë me Mojsiun, edhe ka një plan për të. Një profet i madh, e ndiqte Perëndin, i binte fjalës së tij, lutej fort, qëndronte i pa lëkundur përballë mbretërve dhe një komin të larguar nga Zoti. Megjithatë, ky personazh kaq i fortë që qëndroi në fuqinë e Perëndis, kishte edhe ai dobësi. Tek Jakobi 5 vargu 17, Bibla na tregon pak që Elia ishte një njeri nën të njëjtat pasione siç jemi ne. Edhe Elia në fund të ditës ishte një njeri si ne, mëkatar, me dobësi, me frikra, me luftra brenda, me luftra jashtë, me pasiguri. Njeri ishte, nuk ishte imun ndaj gjërave. Në historinë tonë do të shohim se si ky njeri i madh i Perëndis përjetoi moment dobësie, ashtu siç ndoshta edhe neve mundemi të ndihemi sot. Zoti në fakt e ka vendosur që ta shkruajë historinë e Elias, këtë moment dobësie, për të kuptuar së pari që ai vetë është një njeri dhe Perëndia është i jashtëzakonshëm, edhe ne ashtu si Elia që jemi njerëz, mund të gjejmë forcën përmes Perëndis për të kaluar momentet e dobësisë, edhe të kthehemi tek ai. E në fakt Zoti e shkruan edhe për një arsye tjetër, për të thënë që Zoti është aktiv në momentet e tua të dobësisë. Sepse shpesh ne
harrojmë edhe për shkak të ngarkesës, nuk e kujtojmë që Perëndia është aty, po kujtojmë sikur Zoti na ka braktisur. Ja, Zoti ka marrë kohën edhe ka shkruar në fjalën e tij, në fjalën e tij, këtë moment dobësie të Elias, që do thotë që është shumë i vëmendshëm ndaj dobësisë tënde, ndaj dekurajimit tënd. Po të lexoni pak ose po të kujtoni kapitullin 18, ne do të përqendrohemi në kapitullin 19, por në kapitullin 18 për të dhënë një kontekst historik, Eliau qëndron mbi malin Karmel përballë mbretit, popullit dhe qindra profetëve të Baalit. Ai thërret në 450 profetë të Baalit edhe i sfidon. Këta profetë bëjnë ato rritet e tyre, asgjë nuk dëgjohet, pastaj Eliau lutet dhe zjarri Perëndis zbret nga qielli. Një histori e jashtëzakonshme, një pamje madhnice, në fakt një fuqi e jashtëzakonshme e Perëndis. Populli pastaj më në fund bie me fytyrë për tokë dhe deklaron që Zoti, ai është Perëndia. Zoti, ai është Perëndia, 2 herë. Pastaj, në të njëjtën kohë, kishte ndodhur që kishte 3 vjet e gjysmë që me lutjen e Elias nuk kishte rënë shi. Mbasi kjo ndodh, ky zjarr nga qielli ndodh, ai lutet edhe bie përsëri shi. Në kapitullin 18 përfundon që dora e Zotit ishte mbi Eliaun. Do të thënë një kapitull plot me fitore. Fitore mbas fitore. Zoti ishte me Eliaun. Por menjëherë në kapitullin 19 fillon rënja e Eliaut. Ahabi, që ishte mbreti, i tregon Jezebelës, që ishte gruaja, i tregon gjithçka që kishte bërë Eliau. Jezebela, në evrikoset, i dërgon një lajmëtar dhe e kërcëron se brenda një dite do ta vras. E kërcënon me jetë. Eliau vrapon për të shpëtuar jetën, arrin në Bersheba, lë shërbëtorin e tij aty, vazhdoni vetëm një ditë udhëtim në shkretë të tir, pastaj ulet poshtë një dëllinje edhe thot mjaft tani o Zot, më merr jetën. Si ka mundësi? Si ka mundësi një ndryshim kaq i madh? Një kapitull plot me fitore. Nga fitoria në fitore. Pastaj një fjalë. Edhe Elia shkon deri atje sa kërkon të vdes. Kapitullin 18 lutet që të zbresë zjarr nga qielli, në kapitullin 19 shtrihet për tokë dhe dëshiron të vdes. Kapitullin 18 ai qëndron përballë qindra kundërshtarëve, në kapitullin 19 largohet i vetëm në shkretë të tir. Si ka mundësi? Ja pra ndodh. Në kapitullin 18 dora e Zotit ishte mbi të, në 19-ën ai ishte i friksuar edhe i dekurajuar, duke vrapuar për jetën e tij. Pikërisht, është ky varg që ne duhet kujtojmë. Falni, është ky. Jo, s'është ky. Ku është? Ky. Pra ishte një njeri. Ishte një njeri, jo imund ndaj gjërave. Eliau ishte vërtet një njeri i Perëndis, po përsëri. Kishte dobësi, kishte frikë, kishte lodhje, kishte pasiguri, kishte zhgënjime. Fakti që Perëndia e kishte përdorur fuqishëm këtë person nuk do të thoshte se ai nuk mund të dekurajohej. Nuk do të thotë. Në fakt ndonjëherë momentet tona më të vështira vijnë mbas një fitore. Ne kemi dhënë gjithçka, jemi investuar, kemi dhënë kohën, edhe pastaj vjen një sulm edhe ndoshta na zë në moment që nuk e presim një sulm të vijë mbas një fitore. Edhe na se si na zë dhe fillojmë dekurajohemi, pastaj zhgënjehemi, sepse jemi lodhur. Ndoshta Eliau priste që mbas kësaj pamje, mbasi erdhi zjarri i Perëndis në malin Karmel, ndoshta priste që i gjithë Izraeli të kthehej te Zoti. Ndoshta priste që Ahabi të pendohej edhe të mos e kishte më ndikimin e Jezebelës. Ndoshta i priste këto gjëra, por kur pa që ditën tjetër erdhi kërcënimi nga Jezebeli, tha, okay, u dekurajua. Dekurajua, largua, u izolua. Kërkoi të vdiste dhe më në fund iku në një shpellë. Tani dua të sqaroj që kur të përmendim fjalën shpellë, nuk do ta konsiderojmë në mendjen tonë Elian si një shpellar, siç e përdorim ne, një shpellar, si nga ata që gdhënin grup me kështu. Thjesht iku në shpellë. Nga ana tjetër ne duhet kuptojmë që Perëndia është aty dhe po bën vetëm një hyrje. Perëndia ishte aty, e kuptoi gjendjen e Eliaut, e kuptoi që ai ra, e kuptoi që ishte i dekurajuar,
edhe shkoj të atakonte Eliaun aty ku ishte në atë dobësinë e tij. Atë profet madh, atë profet të fuqishëm, i cili për momentin kishte rënë. Edhe ne do të shikojmë pak se si Perëndia e nxjerr, edhe ky është edhe qëllimi i predikimit. Ne do të shikojmë kur njeriu Perëndis dekurajohet. Në fakt janë dy pika kryesore në këtë pasazh, është pika e parë që është rënja e Eliaut dhe pika e dytë që është restaurimi i Perëndis. Rënja së pari vjen me një presion. E ke parë mbretërve 19 vargu 2, pjesa e dytë, atëherë Jezebela i dërgoi një lajmëtar Eliaut. Jezebela mori përsipër që thoshte ashtu, kështu bëre ti, atëherë këtë më bëfshin Perëndit në qoftë se unë në këtë ditë ti do të bëj të njëjtën gjë siç ja bëre ti atyre. Edhe ajo e kërcënon. Ishte një kërcënim i jashtëm, nuk është se ishte i kot, ishte real. Jezebela ishte një person me pushtet. Por erdhi në një moment shumë të veçantë, erdhi momenti mbas një fitore në malin Karmel. Pra, shohim që kapitullin 18 ku jemi, presioni vjen mbas një fitore. Në kapitullin 18, zjarri kishte zbritur nga qielli, populli kishte pranuar se Zoti ishte Perëndia, profetët e Baalit ishin mundur, shiu ishte rikthyer mbas 3 vjetësh, dora e Zotit ishte mbi Elian, kurse në kapitullin 19, një fjalë nga Jezebela, edhe një presion, edhe ai filloi të binte. Eliau mendonte ndoshta se betejë kishte përfunduar, por ndoshta fitoria në Karmel ishte e madhe, Jezebela nuk ishte akoma e penduar, e kundërshtimi ishte aty dhe ishte real, dhe nuk ishte marrë fund. Edhe duhet ta kuptojmë që shpesh herë presioni më i rrezikshëm vjen mbas një fitore. Ndoshta kur neve korrim një fitore me anë të fuqisë së Perëndisë dhe themi, ok, duam të gëzohemi, është një moment gëzimi dhe pastaj bam, nuk e presim. Një presion. Së dyti, presioni erdhi përmes një kërcënimi personal. Vini re që ajo e kërcënon drejt për drejt Eliaun dhe i thot, po nuk e bëra jetën tënde si jetën e njërit prej këtyre deri nesër në këtë kohë. Pra ishte një kërcënim real. Ishte një kërcënim personal, i thot për jetën tënde, ishte një kërcënim serioz, a e kërkonte vdekjen e tij. Ishte një kërcënim me afat, i thot deri nesër në këtë kohë, edhe i prerë, ajo betohet. Këtë më bëfshin Perëndit, thot. Nuk e di nëse keni takuar në njërën e grua të tillë, unë pata rastin që mbas shumë vitesh takova një person dhe nuk ishte ndryshuar fare, një grua. Llafi i parë që dhe sinqerisht më kujtuan të gjitha ato fjalët që ja kishte thënë para shumë vitesh më përpara. Ajo është shumë e ngarkuar me qeverinë, siç shumë janë, edhe ka një biznes. Filloi direkt, nuk ishte tema aty, po filloi. Vetëm të më futen, tha. Vetëm të më futen, tha, tek ajo derë. I sharroi të gjithë me automatik. Dhe realisht kur ajo fliste, nuk arria do të kuptoja nga i gjente ato lloj tortura që mund t'i bënte atyre njerëzve. Gjakun e fëmijëve, tha, ja të rej zvar. Dhe jo vetëm, kjo ishte me e thjeshta. Thash, wow, Elia pas ka patur faj i shkreti. Një person me shumë lef, një sajes për deri në kërcënim me vdekje. Do njerë është e letë që ne të flasim me guxim kur kërcënimi është larg, por kur bëhet fjalë për jetën tonë, për sigurinë tonë, për familjen tonë, për të ardhmen, aty fillojmë pastaj prekemi tamam. Domethënë aty e konsiderojmë tamam. Edhe kështu ndodhi edhe me Eliaun. Ishte një kërcënim konkret, personal. Pastaj presioni erdhi përmes frikësimit. Është interesante se Jezebela në fakt i dërgon lajmëtar, ajo shumë mirë mund të kishte dërguar një ushtri, e kishte mbaruar punë, por nuk e bëri. I dërgoi një lajmëtar, i tha, shife, unë do të bëj këtë, më bëfshin Perëndi, tha, realisht ti nuk jeton deri nesër. E kërcënon. Pra donte që të shtinte frikë në zemrën e saj, dhe qëllimi i saj ishte frikësimi. Edhe ndonjëherë, në fakt armiku ynë shpesh nuk e përdor këtë që të na bjerë me një herë kokës, por të na fus frikën, edhe neve largohemi vetë.
Edhe ne do shikojmë pak nga pak se si kjo frikë ndikon hap pas hapi në rënien e Eliaut. Edhe është a frikë që e largoi pastaj nga Perëndia. Jezebela nuk e vrau, por e kërcënoi. Më pas, presioni e çon në dorëzim. Vini re që Jezebela, ndoshta për Perëndin, jo ndoshta, por shumë e sigurt që Jezebela ishte problemi më i vogël i Perëndis. Realisht. Edhe për Eliaun, kur e mendon një njeri i Perëndis që me një fjalë thiri zjarr nga qielli me fuqinë e Perëndis, ç'a ishte Jezebela? Askush. Përpara Perëndis, askush. Por ndoshta ai kishte pritur që tani predikova, tani ndodhi kjo gjë, që erdhi zjarr nga qielli, fituan për ata priftërinjtë e Baalit, populli deklaroi që Perëndia është Zoti, dhe më në fund tash ndoshta ai ka pritur që populli të kthehej tek Perëndia, ditën tjetër vjen kërcënim. Edhe friksohet derisa thotë, e di se është puna, nuk merrem, mjaft. Ndonjëherë kështu vepron presioni. Vazhdon të rëndoj, e derisa ti të thua është mjaft, nuk më intereson, nuk mundem më, nuk dua më, nuk vazhdoj më mirë po largohem. Më mirë heq dorë. Ndonjëherë nuk është goditja që ne marrim, ajo që është më themelorja për rënien tonë, por është ai presioni i vazhdueshëm, i grumbulluar, ditë pas dite, i patrajtuar. Dhe në këtë pikë, ndoshta shumë prej nesh që janë të rrequr, jo specifikisht për një situatë, por ndoshta pak nga pak, një peshë grumbulluar. Ai sa ndoshta një fjalë ka mjaftuar e ka thënë mjaft, nuk merrem. Kjo është rënja e Eliaut. Në fakt edhe si çdo herë, dhe neve si njerëz këtu, ndoshta më shumë sot, ku stresi, depresioni janë rritur shumë, nuk do të na interesoj shumë që prekemi neve në këto ditë nga stresi, nga depresioni, nga vështirësitë. Sepse është e sigurt që të gjithë prekemi, të gjithë jemi të sulmuar. Por ajo çfarë duam të kuptojmë është që si reagojmë neve kur na vjen ky presion. Edhe do të shikojmë pastaj edhe fuqinë e Perëndis, restaurimin. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë që reagimi ndaj presionit ka të bëjë shumë, sepse gjithë jemi të ekspozuar ndaj saj, ndaj tij, por mënyra se si ne reagojmë ndaj presionit është shumë e rëndësishme. Shikojmë pak tek Eliau, tek e para mbledh 19 vargu 3-4. Bibla thotë dhe kur e pa këtë Eliau, ai u çua e ia mbathi për jetën e vet. Dhe erdhi në Bersheba, që i përket Judës dhe e latje shërbëtorin e tij. Por ai vetë shkoi një ditë shtegtimi në shkretëtir, erdhi e ul poshtë një dëlinje dhe kërkoi për veten që të vdiste, duke thënë: "Mjaft, tani o Zot, merr ma jetën. Se unë nuk jam më i mirë se etrit e mi." Presioni erdhi nga Jezebela shumë e vërtetë dhe ishte presion real, por rënja e Elias nuk u shkaktua nga Jezebela. Në fakt, rënja e problemit ishte kur ai hoqi syt, edhe filloi të mendoj që ky problem që më erdhi tani është më i madh se sa Perëndia që kam besuar. E do shikojmë që në momentin kur Eliau heq syt edhe shikon këtë si problem më të madh se sa Perëndia, atëherë fillon rënja e tij. Jezebela ishte vetëm një njeri, ishte shumë e vogël përballë Perëndis, por në momentin kur Eliau largon syt, Perëndia bëhet i vogël për Eliu. Tani shikoni. Ai zhvendos shikimin. Edhe Bibla thotë që dhe kur e pa këtë, çfarë pa Eliau? Çfarë pa Eliau? Pa kërcënimin. Jezebela i tha që nesër je i vdekur. Kur ai e pa këtë gjë, filloi pastaj të largohej. Po kujtojmë pak që Eliau kishte parë shumë gjëra të mëdha, kishte parë korbat që i sillnin ushqim më përpara, kishte parë mielin dhe vajin që nuk mbaronin, kishte parë një fëmijë të ringjallej, kishte parë zjarrin që zbriste nga qielli, kishte parë shiun që të vinte mbas 3 vjet e gjysmë,
Kishte parë shumë gjëra. E megjithatë tani zgjodhi që të shikonte kërcënimin e Jezebelës. Kërcënimi ishte i vërtet, ishte real, por nuk ishte e vetmja e vërtet. Mbi Jezebelën ishte vërtet Perëndia, mbi të. Problemi nuk ishte, ja do ta kuptojmë këtë gjë. Problemi nuk ishte se Eliau pa rrezikun, por problemi ishte që rreziku mbush zemrën dhe mendjen e Eliaut. Edhe nuk shikon asnjë gjë tjetër, vetëm atë rrezik. E mbani mend Pietrin, kur ai thot Jezusit, "O Jezus, atë vite unë të eci mbi ujë." "Po hajde," i tha Jezusi. Edhe ai Pietri ecën mbi ujë. Pastaj duke ecur mbi ujë, ai shikon vërdall, erën, stuhin, dallgët, edhe friksohet edhe zhytet. Por kur pas e era ishte e furishme, ai pati frikë. Dhe kur filloi të fundosej, thiri duke thënë Zot më shpëto. Pra era ishte aty dhe kur ai filloi zbriti nga barka, edhe Jezusi tha eja. Ishte aty. Por çfarë ndryshoi? Ndryshoi fokusi, ndryshoi shikimi. Kur ai pa se era ishte e fuqishme. Pra era, pra atë moment, ishte më e fuqishme se sa Perëndia. Edhe Eliau, kur pa situatën, kur pa kërcënimi u bë më i fuqishëm se sa vetë Perëndia. Prandaj është shumë e rëndësishme, dashur vëllezër e motra, që se ku i mbajmë syt neve në jetën tonë, ditë për ditë, është shumë e rëndësishme dhe është shumë domethënëse. Është ajo që do të përcaktoj nëse neve do të ecim aty ku duhet ose do të bijem. Prandaj edhe Bibla thotë tek Hebrejnë 12 vargu 2 thotë që duke shikuar te Jezusi, autori dhe përkryesi i besimit tonë, duke shikuar tek Jezusi. Jezusi është shënjestra e shikimit tonë. Momenti që neve heqim syt nga Jezusi, është shumë e sigurt që ne do të bijem. Në fakt nuk ka një person gjallë apo që ka jetuar më përpara, që ka hequr syt nga Perëndia dhe ka qëndruar. Nuk ndodh. Prandaj nëse neve ndihemi të dekurajuar apo të lodhur, është shumë e sigurt që po t'i kthehemi kohës mbrapa. Ka filluar kur ne kemi hequr syt nga Jezusi. Së dyti, ai lejon që shikimi të prodhojnë, ajo që shikonte pra, të prodhonte frikë. Ku jemi? Ai u çua, ja mbathi për jetën e vet. Pra ai shikon atë gjë që shikon, edhe çohet, edhe ja mbath për jetën e vet. Ajo që pa, ndikoi tek ajo që ndjeu. Ajo që ndjeu, ndikoi pastaj tek ajo që bëri. Ky njeri, imagjinoni pak ekstremin. Ndoshta jemi dhe neve sot. Po ky njeri që kishte korrur një fitore të madhe 450 veta përballë i vetëm me Perëndin. Një fitore jashtëzakonshme. Jo ky, Perëndia, por ai ishte aty, qëndroi për Perëndin. Tani, në një ekstrem tjetër, duke u larguar me frikë për jetën e vet. Kjo nuk do me thënë që në fakt Eliau nuk ishte më njeriu Perëndis. Nuk do me thënë që Perëndia për shkak se sa gjëra tash i ik, ç'a bëre kështu, ik se na prishte dëshmin. Jo, nuk kishte, Zoti nuk u soll ashtu. Ishte thjesht një moment dobësie për atë. Por kjo na tregon që edhe një njeri besnik, një njeri që vazhdon, mundohet, lodhet për Perëndin dhe qëndron për Perëndin, mund të ketë situata të tilla dhe mund të jetë i friksuar. Ka hequr syt nga Jezusi dhe tani është i friksuar. Zoti nuk e trajton si një dështak, absolutisht do të shikojmë pastaj që Zoti merret me të, edhe e ri për të rinë. Por frika, do të kuptojmë të gjë. Frika ndryshoi mënyrën se si Eliau e perceptoi situatën. Kur ne lejojmë që frika të marrë drejtimin, atëherë edhe përfundimi është aty ku nuk duhet. Ne harrojmë që Perëndia është më i madh për shkak të frikës, sepse frika për jetën tonë, ndoshta për edhe mund ta themi që Eliau filloi një çik të mendonte pak për jetën e vet, si do t'ja bëj, jeta ime, o bëbo. Ndoshta edhe ne mendojmë kështu, e ardhmja ime si do shkoj, financat e tjera, edhe jemi të friksuar. Të ardhmen nuk e dim, absolutisht.
Por frika pastaj, nëse ne lejojmë që frika të mbush zemrën tonë, mendjen tonë dhe të na kontrollojë, neve do të kemi një perceptim krejt ndryshe në mënyrën se si do të ecim përpara. Ku jemi? C-ja. Ai vepron për të shpëtuar veten. Ja mbath për jetën e vet. Deri në këtë moment Eliau kishte vepruar sipas fjalës së Perëndis. Zoti i tha që fshiu pranë projit Kerith. Ishte një histori më përpara. I tha pastaj çau shko në Sarepta. Pastaj i tha çau shko tek Ahabi, dëfteu atij. Por në këtë pasazh ne nuk lexojmë që Zoti i tha çau ik në Bersheba. Nuk i thot. Ishte për shkak të frikës, për shkak të jetës së vet që donte, edhe vepron pastaj çohet edhe vepron për të shpëtuar jetën e vet. Ai që kishte thënë, siç jeton Zoti, përpara të cilit jetoj, përpara të cilit qëndroj, tani vepronte në bazë të frikës edhe po largohej për jetën e vet. Këtu fillon shpërqendrimi. Jeta ime, siguria ime, si do vej puna ime, si do vej halli im, dhe të gjitha janë legjitime. Të gjitha janë legjitime. Por kur heqim Perëndin nga fokusi dhe lejojmë që në zemrën tonë të jetë frika për të ardhmen time, për të ardhmen tënde, dhe kur Zoti bëhet më i vogël nga kjo frikë, nga kjo ardhme, atëherë po do bijem. Ne do rëndohemi. Vazhdon në rënja e Eliaut, ai largohet nga bashkësia. Duke ecur, kërkon të shpëtojë veten e tij, edhe Bibla thotë që ai la shërbëtorin e tij. Tani Bibla nuk e thot arsyen pse e la shërbëtorin e tij në Bersheba dhe pastaj vazhdoi edhe një ditë. Ndoshta nuk donte ta përfshinte, ndoshta donte ta mbronte, ndoshta nuk donte që të ndikonte për keq në jetën e tij, duke njohur pak dekurajimin në zemrën e tij, ndoshta nuk donte ta përfshinte në situatën e tij. E la aty, nuk thuhet. Por një gjë është shumë e sigurt që Eliau e la atë edhe iku në shkretëtir një ditë i vetëm. Eliau izolohet. Është vetëm. E në fakt kjo është një nga mënyrat se si dekurajimi thellohet. Shpeshherë vetmia është një gjë e mirë për të kërkuar Perëndinë, për të kaluar atë kohë që Zot, dëgjoj, jemi këtu bashkë, kam të hall, dua që me ty ta zgjidh. Dhe kjo është ajo vetmia që Zoti do. Por izolimi është krejt tjetër. Në fakt sepse izolimi është një thellim edhe më shumë i dekurajimit. Izolimi thotë që lëri të tjerët, rri vetëm atje se askush nuk ja vlen, askush nuk të dëgjon, edhe izolohesh në një grop, në një shpellë siç do ta shikojmë. Edhe bëhet i rrezikshëm. Dhe mbetemi vetëm me frikën dhe mendimet tona. Dekurajimi thotë largohu nga të gjithë. Perëndia në fakt na ka vendosur në një trup, në një bashkësi. Me njerëz vërdall, me vëllezër, me motra që mund të përballojmë gjërat. Më pas ai shkon më thellë, shkon në shkretëtir. Pasi e lë shërbëtorin, ai vetë shkon një ditë shtektimi në shkretëtir. Ai nuk ndalon në Bersheba, vazhdon edhe një ditë më thellë në shkretëtir. Është shumë e sigurt që shkretëtira pasqyron në fakt edhe gjendjen e Eliaut, sa më shumë largohej, aq më shumë i vetmuar, aq më i lodhur, aq më shumë i dobët. Një fjalë e urtë japoneze më thotë që nëse hipën në një tren të gabuar, zbrit në stacionin më të afërt. Sa më shumë të vonohesh të zbresësh, aq më i kushtueshëm do të jetë udhëtimi i kthimit. Dhe Eliau vazhdoi edhe një ditë në shkretëtir. Një ditë. Do themi ne është pak, një ditë, ç'a bëri një ditë. Po vini re vëllezër dhe motra që jo për gjykuar askën, po ka prej nesh që ndoshta për vite me radhë jemi duke u endur në atë frikën, në dëshpërimin tonë, në lodhjen tonë. Një ditë nuk është pak në dëshpërim. Një ditë nuk është pak në frikë, është shumë.
Imagjinoni sa më shumë nëse për vite. E rruga e dekurajimit është që shikon diçka të gabuar, heq fokusin, ke frikë, ikën, izolohesh, pastaj je në shkretëtir, i vetëm. Pra një hap i gabuar, i pa korrigjuar, i pa trajtuar, mund të të çojë në një rënje graduale, derisa ti të mbrish si Eliau, poshtë dëllinjës, të thuash mjaft, më mirë të vdes. Është një dëshpërim konkret, real. Ai bie në dëshpërim, erdhi ul poshtë një dëllinje dhe kërkoi për veten që të vdiste duke thënë: "Mjaft tani o Zot, merr ma jetën." Është e trisht. Nuk është realiteti vetëm i Eliaut, një personazhi shumë të mirë, shumë pozitiv. Por është ndoshta realiteti shumë prej nesh sot. Ai nuk ishte thjesht i lodhur, ndoshta siç mund të jemi ne sot, ndoshta jo thjesht të lodhur. Po ndoshta kemi arritur në pikën ku themi nuk ja vlen më. Nuk ja vlen më. Krishti, nuk ja vlen më. Familja, nuk ja vlen më. Shërbimi, s'ja vlen më. Jeta, ç'a duhet. Mjaft. Për shkak të një fokusi që kemi hequr nga Krishti, për shkak të frikës që kemi lejuar, për shkak të dëshpërimit, dhe kemi arritur dhe themi që mjaft kam luftuar, mjaft kam qëndruar vetëm, mjaft jam përpjekur, nuk vazhdoj dot më. Mjaft. Po në fakt ajo që Eliau e quante fund, Zot, këtu deri këtu bashkë, nuk mund të vazhdoj më shumë. Do të shohim në vazhdim që Perëndia kishte një plan me të. Ai ndoshta e kishte mbyllur aty me atë të vetën, por Zoti shikonte më larg. Ai kishte një plan. Zoti është një Zot shumë i mirë. Shumë i mirë. Ai do të ngrihej përsëri, do të vajoste mbretër, merrte urdhën nga Zoti, do të vajoste mbretër, do të shkonte tek Eliseu, do të zbatonte urdhën e Perëndisë, sepse Zoti kishte një plan dhe e trajtoi shumë mirë. Zoti tha, ke ende shtektim përpara, por do vazhdojmë atje, do arrim atje. Pastaj ai e mat vete me njerëzit e tjerë. Thot, merr ma jetën, i thot, mjaft, unë nuk jam më i mirë se etrit e mi. Ndoshta kjo pjesë e krahasimit në këtë pikë të Eliaut mund të ndodhi dhe me jetën tonë. Eliau kishte arritur, ose ndoshta po them, priste që ta kthente më në fund popullin e Izraelit tek Perëndia. Edhe kur e pa që nuk u kthyen, than, po Zot, unë s'jam më të mirë se etrit e mi. Më thënë, arritin në një pikë që e quan veten dështak në shërbimin e Perëndisë. Unë nuk jam më i mirë se etrit e mi. Në fakt edhe neve ndoshta mund të bëjmë të krahasim. Nuk jam më i mirë se sa ky. Shërbimi im nuk është si ai aty tjetër. Ja, ai është shumë i talentuar edhe kur ne fillojmë bëjmë këto krahasime me njëri tjetrin, është shumë e rrezikshme. Sepse shërbimi nuk është joni, është i Perëndisë. Ne i përkasim Perëndisë, edhe Perëndia është ai që ka planin. Ne jemi pjesë e planit të tij, por Perëndia ka planin. Pra kur ne bëjmë këto mitizime të njerëzve, si është ai, edhe i quajmë njerëzit shumë të paarritshëm edhe themi nuk do jem kurrë si ai. Edhe mua më ndodh, për shembull me Elian, them kush mundet që të bëhet ashtu si Elia, që të jetë aq i fortë, të thrasë zjarr nga qielli, të eci kështu si ai. A nuk e ke bërë dhe ti për Elian? Po në fakt kjo gjë është e gabuar, se aty Bibla nuk tregon historinë e Elias, tregon fuqinë e Perëndisë përmes Elias. Dhe është e njëjta gjë me jetën tonë, ne duhet i besojmë Perëndisë që ai të bëj punë përmes nesh. Dhe jo duke krahasuar. Në fakt edhe kur krahasohemi me njëri tjetrin, është një rrezik e 2 Korintasve 10 vargu 12 thot se ata që e masin veten me veten si matës dhe e krahasojnë veten midis tyre nuk janë të urtë. Pra është një rrezik. Është një rrezik në jetën tonë që ne duhet ta shmangim. Dhe dekurajimi në fakt ushqehet nga krahasimet të tilla. Nuk jam më i mirë se sa tjerët,
nuk i kam arritur ata, nuk kam bërë aq sa duhet, s'është kam bërë ata, shërbesa ime nuk solli këtë rezultate si ata, kam dështuar sepse ai tjetri që ishte para meje, të tilla gjëra na bëjnë që neve të ushqejmë dëshpërimin në fakt. Por Zoti nuk e kishte thirrur Elian që ti Elia të jesh më i madh nga etrit e tu. Nuk i kishte thënë asnjëherë kështu. Perëndia i kishte kërkuar vetëm besnikëri, ashtu siç Zoti kërkon ty. I besnik në atë që Zoti të ka vënë, mos u krahaso me të tjerët. Perëndia është ai që na thret. Perëndia është ai besnik. Megjithatë ai flet me Zotin. Ai flet me Zotin edhe pse ishte një gjendje e errët, një gjendje e rrëzuar, ai ishte në dëshpërim, ai sa edhe për jetën e tij, donte që të jepte fund jetës. Eliau i drejton fjalën e Zotit, Zoti ja thot Zotit këto fjalë. O Zot, merr ma jetën, i thot, se nuk mundem, nuk jam i mirë se etrit e mi. Ai flet me Zotin. Tani ndoshta nuk ishin fjalët më të dura, edhe lutja më e mirë që ai mund të bënte, por ai po fliste me Zotin. Po fliste dhe është për të vlerësuar. Sepse kjo pikë shumë e rëndësishme ta kuptojmë që ne kur jemi të dëshpëruar, shpeshherë, dhe këtë e them dhe nga eksperienca, shpeshherë ne ndalojmë aty në atë dëshpërimin tonë dhe presim derisa të gjejmë fjalët e dura që Zoti ti meritoj ato fjalët e mia. Ne mund t'i them fjalët e dura Perëndis. Edhe ato fjalë kur nuk vinë, dhe ai moment kur nuk vjen, ndërkohë që Eliau tha, Zot, mjaft, merre jetën, okay. Nuk ishin fjalët më të dura, lutja më e mirë, por ai foli me Zotin. Pra ndonjëherë Zoti nuk na kërkon që ne të themi fjalët e bukura të mira, por do zemrën, do atë që je. Ku je ti? Dhe ndoshta ai do të jetë fillimi i kthimit tënd, që ti të kuptosh ku je. Jo se Zoti nuk e di. Pra shikoni, është një rënje hap pas hapi. Ai zhvendos shikimin, lejon që ky shikim të prodhojë frikë, vepron në bazë të frikës, shpëton veten, largohet nga bashkësia, shkon në shkretëtir më thellë, bie në dëshpërim, pastaj krahason dhe veten me të tjerët. Presioni nga Jezebela nuk e rrëzoi me njerë Eliaun. Rënja ishte graduale, avash në zemrën e tij. Por momenti kur ai largon syt nga Perëndia dhe lejon që frika të drejtojë mendimet, ndjenjat dhe hapat, ai fillon edhe bie. Tani pikën e dytë, lajmi i mirë është që Perëndia nuk e lë Eliaun në atë errësirën e vet, në atë rënjen e vet, ai ka restaurim. Edhe Zoti përkujdeset për Eliaun. Shikojmë pak tek e pare Mbretërve 19 vargu 58 dhe thot: dhe teksa ushtri e fjeti në ndëllinja një engjëll e preku e i tha çou dhe ha, dhe ai vështroi dhe ja mbi thëngji ishte një kulaç i pjekur, kurse të kryet e tij një brok me ujë. Dhe ai hëngri e piu dhe ushtri përsëri. Dhe engjëlli i Zotit erdhi në një kohë të dytë dhe e preku e i tha çou dhe ha, sepse ke shtektim të gjatë. Dhe ai u çua. Hëngri e piu dhe me forcën e atij ushqimi shkoi 40 ditë e 40 net në Oreb, në malin e Perëndis. Vini re? 2 herë. Shikoni çfarë bën, ai shtrihet edhe flen. Janë 2 veprime që vazhdojnë akoma në thellimin e dëshpërimit të tij. Ai shtrihet edhe fle. Pret që Zoti t'i plotësojë kërkesën. Nuk ka më dëshirë të ecë, nuk ka më dëshirë të vazhdoj të shërbej, nuk ka më dëshirë të vazhdoj të luftoj, duke kuptuar që edhe njeriu i Perëndis nuk është imun ndaj sulmeve, ndaj frikës, ndaj dëshpërimit, nuk është imun, por duke kuptuar në këtë moment që edhe pse ky personazh Eliau ishte në këtë moment të dëshpërimit maksimal në fund, Perëndia erdhi dhe e takoi aty ku ishte në atë moment dobësie. Pra ne mund të zgjedhim të izolohemi dhe të ushqejmë veten tonë me mendime dëshpërimi, ose nga ana tjetër mund të pranojmë fjalën e Perëndis që ai të fillojë të na rikuperojë, të na restaurojë. Perëndia e takon dhe shkon atje, shko ç'a bën. Perëndia e preku, ja një ëngjëll
e preku. Tani kur ëngjëlli vjen, ai nuk vjen, "Ço Elia, ç'a bën këtu? Ku e ke besimin? S'të vjen zor gjithë ky burr." Nuk i thot kështu. Ti po ikën nga Jezebela? A e mban mend? E ke memorien? Nuk e trajton kështu. Por ajo prekje ishte një prekje e butë, një prekje për kujdesje, për t'i dhënë kurajo, për t'i thënë që unë jam këtu. Në fakt, Zoti asnjëherë, kur ne bijem, kur çdo njeri, në sytë e Perëndis, kur ai e shikon momentet e tij më të vështira, Zoti nuk shkon atje dhe e shtyn edhe në çik. Meqense s'ke rënë, shko edhe në çik më shumë. Fakt, Zoti nuk është ashtu. Prandaj them, Zoti është shumë i mirë. Zoti është i jashtëzakonshëm. Ai kur nuk të lën, kur nuk të braktis. Në momentin tënd më të vështirë, aty ku ti thua që Zot, kjo është pika ime e fundit, Zoti është aty. Zoti është aty të ri për të ri. Në fakt, Psalmi 34 vargu 18 thotë, Zoti është pranë atyre që janë të një zemre të thyrë. Dhe ai shpëton ata që janë të një frymë të penduar. Shikoni çfarë thotë tek Mateu 12 vargu 20, kallamin e shtypur s'ka për të thyrë. Dhe lirin që të bën tym s'ka për ta shuar. Për Jezusin. Ai nuk vjen aty në dëshpërimin tënd, aty ku ti e thyrë dhe ai të bëjë copa më shumë. Jo, nuk është kështu Zoti ynë. Zoti vjen të prek me butësi për të restauruar. Elia ishte i shtrirë duke pritur vdekjen, Perëndia nuk ishte hequr dorë. Pastaj Perëndia e thiri të ngrihej. I tha, "Ço dhe ha." Perëndia, ky Elia u kishte thënë, "Mjaft o Zot, tani më merr jetën time", kurse Perëndia i tha, "Ço." Elia u kishte kërkuar të vdiste, por Perëndia i tha, "Ço, ke rrugë për të bërë. I jep një arsye për të vazhduar." Ai nuk e lejon Eliaun që të endej aty të ishte në atë, të qëndronte përgjithmonë i shtrirë poshtë dëllinjës. Perëndia e kupton dobësinë dhe nuk e lë në atë gjendje. E prek dhe i thot "Ço." Do të kuptojmë një gjë, fakt dashur vëllezër e motra, që për kujdesja e Perëndis nuk ka të bëjë vetëm me faktin që ne të ndihemi mirë. Ja, e kalova. Okej, tani ndihem i lehtësuar. Jo. Është gjë shumë e mirë nëse ndihemi të lehtësuar, por për kujdesja e Perëndis ka të bëjë me qëllimin që ti do ndjekësh kur ti të çohesh. Prandaj Zoti kur vjen aty dhe fillon të restauron, të prek me atë butësinë e tij dhe të thotë "Ço do nal." Sepse ke rrugë përpara. Ka një qëllim. Ti nuk mund të çohesh kështu, "Okej, tani ndihem mirë dhe do ri këtu." Jo. Jo. Pastaj Perëndia i siguron ushqim. Ai i vështroi kur çohet, pra i vështron, dhe ja mbi thëngji ishte një kulaç i pjekur, kurse te kryet e tij një brok me ujë. Eliau hap syt, edhe aty kishte çdo gjë që kishte nevojë. Në fakt, kulaçi i pjekur edhe broka me ujë janë të dyja pikturë e fjalës së Perëndis. Janë të dyja pikturë e fjalës Perëndis. Fjala e Perëndis që na jep fuqi, broka e ujit, fjala e Perëndis që na pastron ato mendime për të ecur përpara me Perëndin. Ndoshta Eliau kishte haruar se çfarë kishte bërë Perëndia më parë. Mendonte se zgjidhja ishte vdekja, por Perëndia i tha, "Stop." Perëndia e dinte që në atë nevojë, në atë moment, ai kishte nevojë për ushqim, ujë edhe pushim. Qetësohu Elia, ha edhe ço. Pastaj Perëndia u kthye për herë të dytë. Dhe vini re që ai hëngri, e piu dhe ushtri përsëri Eliau, dhe ëngjëlli i Zotit erdhi në një kohë të dytë. Vini re që herën e parë Bibla thotë që një ëngjëll erdhi. E preku dhe i tha "Ço dhe ha." Kurse këtu thotë ëngjëlli i Zotit erdhi në një kohë të dytë. Duke sikur Elia, me imagjinojnë çik situatën, thjesht pa mendsoj. Ishte aty i shtrirë, duke pritur. Vjen ëngjëlli, e prek, tha "Ço dhe ha." Ai shef ëngjëllin, vazhdon ha, pi, pastaj ëngjëll është, sepse ai e dinte, ai nuk donte ëngjëll, donte Zotin me pak fjalë. Derisa erdhi Zoti, tha "Okej, tani jemi këtu." Edhe pastaj fillon reagon.
Gjithsesi, dua të vërej që ndonjëherë edhe neve sillemi në këtë formë. Zoti na flet, edhe ne dëgjojmë, e dim që është zëri i Zotit, edhe nuk e di. Nuk e di nëse është vendimi i mirë. Mirë jam këtu në atë dëshpërimin tim. Se ka një gjë ky dëshpërimi që zë vend edhe të bën sikur ky është vendi yt më i sigurt. Por në fakt nuk është. Zoti nuk do që ti të jesh i dëshpëruar, nuk do që ti jesh në atë shpellën, nuk do që ti të presësh ta shtysh jetën derisa ti të vdesësh. Nuk do atë gjë. Ai do që ti të ngrihesh, të kesh një qëllim. Edhe pse ndoshta herën e parë, herën e dytë ti nuk je bindur në asaj gjëje që Zoti të ka prekur, e ka filluar të restauroj, Zoti vazhdon edhe kthehet përsëri tek ti, që të ngrej. E prek një herë, pastaj përsëri, e ushqen një herë, pastaj prapë përsëri, e thërret një herë, pastaj prapë përsëri. Vajtime 3:22-23 thot për hir të mëshirave të Zotit, nuk kemi konsumuar sepse dëmshuritë e tij nuk shterojnë. Të reja janë ato çdo mëngjes, e madhe është besnikëria jote. Ky është Zoti ynë. Ky është Zoti i restaurimit. Ky është Zoti i vërtet. Ky është Zoti që vjen në atë dëshpërimin tënd, në lodhjen tënde, në atë kur ti thua mjaft, Zoti vjen të prek, të ushqen, të jep atë që ke nevojë, të jep pushim, të jep kohë. Dhe nëse ti akoma je aty, ai vjen prap, sepse mëshirat e tij, ai është i mirë, ai është besnik dhe kur nuk të lë. Është i durueshëm. Ne mund të lodhemi me dobësinë tonë, ne mund të lodhemi me dobësitë e njëri tjetrit, themi, më ke kaq kohë, çau pra. Mund të lodhemi me njëri tjetrin, por Zoti nuk lodhet kurrë. Pra Zoti është aty, duhet të kuptojmë këtë gjë. Sepse rimëkëmbja është vërtet një proces edhe Perëndia është i durueshëm në të gjithë procesin. Perëndia nuk të lë. Ne duhet të kuptojmë këtë gjëra. Janë shumë të rëndësishme për të kuptuar gjendjen tonë në pikën e parë në rënjen, ku jemi, ku kemi mbritur, dhe duhet të kuptojmë nga ana tjetër që restaurimi i Perëndis është një proces i Perëndis. Edhe neve aty. Pastaj Perëndia ende kishte një rrugë për të dhe i thotë çau dhe ha, sepse ke shtektim të gjatë. Mbani mend Eliau tha mjaft, edhe Zoti i thotë ai çau, ke rrugë për të bërë. Ke një shtektim të gjatë. Eliau tash i mendonte se ky ishte fundi, Zoti i tha jo, nuk është ky fundi. Kam akoma punë për ty. Ai prap duhet të shkonte në Oreb, duhet dëgjonte zërin e Perëndis, të kthehej nga rruga ku kishte ardhur, të vajoste Hazaelin, të vajoste Jehuin, të thëriste Elishain, të përgatiste një brez tjetër për të vazhduar shërbesën. Do të ishte një plan që Zoti i kishte menduar. Akoma nuk ishte arritur te shpella, vini re, ishte akoma poshtë dëllinjës. Pra neve shpeshherë, por ne nuk do të masim fundin e historisë sonë me një moment dobësie që ne mund të gjendemi sot. Nuk është ai fundi i historisë, i jetës. Pra ne sot mund të gjendemi të dëshpëruar, ndoshta të rënë, të dekurajuar, bosh, të lodhur, nuk është ky fundi i historisë. Zoti ka një plan për ty. E ka një plan për ty. Mjafton që ti duhet të shkosh tek Zoti. Ashtu si Eliau tha që foli me Zotin. Foli me Perëndin. Shikoni pak tek Filipianët 1:6, duke qenë i vetbindur pikërisht në këtë gjë, që ai i cili ka filluar një vepër të mirë në ju, do ta kryejë atë deri në ditën e Jezu Krishtit. Pra Zoti ka nisur një punë. Edhe Zoti nuk do kurse si për ty që ti ta mbyllësh jetën tënde në dëshpërimin tënd dhe të presësh derisa vdekja të vijë. Nuk është ky qëllimi i jetës. Qëllimi i jetës është që ti të çohesh sepse ke një shtektim përpara. Ke një punë për të bërë për lavdinë e Perëndisë. Pastaj Perëndia i jep forcë, atë forcë që atij i mungonte dhe i thotë ai u çua hëngri e piu dhe me forcën e atij ushqimi shkoi 40 ditë e 40 net në Oreb në malin e Perëndisë. 40 ditë e 40 net me këtë forcë që i dha ushqimi. Ke menduar ndonjëherë çfarë ushqimi ishte ky? Ta ha dhe unë këtë 40 ditë pa ngrënë ishte mirë? Me forcën e atij ushqimi. Interesant. Fuqia e udhëtimit nuk erdhi nga forca e Eliau. Nuk erdhi tani ai që ngjeshi hijet atij, hajde o burra tani, boll bëra kështu, ço more mos bëj tani se nuk je fëmijë, je burr.
ngriu edhe në poshtë të Kuraimin, edhe hec përpara. Nuk ishte kështu. Nuk ishte një kështu, po them, si një vetë trajtim i mendjes që kur yjet bëhen bashkë edhe ti t'jesh aty gati, nuk është kështu. Nuk është një forcë e brendshme e jotja në karakterin tënd që ti ta gjesh, nuk është kështu. Në fakt është një forcë që vjen nga Perëndia, përmjet fjalës së Perëndisë. Edhe Zoti nuk do kurrësi që jetën tonë, shërbimin tonë ndaj tij ta bëjmë neve me forcat tona. Nuk do ai që ne të raskapitemi, të zvarritemi, o Zot, unë me zi po e bëj këtë për ty. Unë po ta jap ty këtë. Nuk do kështu Zoti. I lexoni historitë në gjithë Biblën, Zoti punon me njerëz të dobët. Pse? Zoti punon me pak njerëz. Pse? Që ai të marrë lavdi. Edhe lavdi i Zotit që ne jemi njerëz të dobët, që mundemi të dorëzohemi Perëndisë dhe të ecim në fuqinë e Perëndisë që ai pastaj ta marrë lavdin. Vëmë re që Perëndia vash avash tani po e trajton Eliaun, i ka dhënë ushqim, i ka dhënë forcë, ai po drejtohet në malin Oreb, ku Perëndia pastaj në atë vetminë e të do filloj ta trajtojë dhe ta përballi me veten e tij, me gjërat që ai po thot, me gjërat që ai po kalon. Shohim pak restaurimin e Perëndisë, e njeriu të Perëndisë. Vërtet që Perëndia di të sillet me ne, edhe ne shohim që direkt kur me këtë forcë që i dha ushqimi 40 ditë, shkoi në malin Oreb, u fut në shpellë, edhe Perëndia e përball tash me gjendjen e tij. Shikoni pak tek e para mbretërve 19, 9-14. Dhe ai hyri atje në një shpellë e u strehua, dhe ja fjala e Zotit erdhi tek ai dhe i tha: "Çfarë bën ti këtu, Elia?" Dhe ai tha: "Jam bërë shumë xheloz për Zotin Perëndi të ushtrive, sepse bijtë e Izraelit e kanë braktisur beslidhjen tënde, i kanë rrëzuar altarët e tu, i kanë therrur me shpatë profetët e tu, dhe unë pikërisht vetëm unë kam mbetur dhe ata kërkojnë të marrin jetën time." Dhe ai tha: "Dil dhe qëndro mbi mal përpara Zotit." Dhe ja, Zoti kaloi pranë dhe një erë e madhe dhe e furishme i shqeu malet e i theu shkëmbin copë çik përpara Zotit. Por Zoti nuk ishte në erën dhe pas erës një tërmet, por Zoti nuk ishte në tërmetin, dhe pas tërmetit një zjarr, por Zoti nuk ishte në zjarrin. Janë këtu të gjitha? Dhe pas zjarrit një zë i vogël, po. Dhe pas zjarrit një zë i vogël edhe i qetë. Dhe kështu u bë që kur Eliau e dëgjoi, ai e mshtolli fytyrën në mantelin e tij dhe doli e qëndroi në hyrje të shpellës, dhe ja, i erdhi një zë dhe i tha: "Çfarë bën ti këtu, Elia?" Dhe ai tha: "Jam bërë shumë xheloz për Zotin, Perëndi të ushtrive, sepse bijtë e Izraelit e kanë braktisur beslidhjen tënde, i kanë rrëzuar altarët e tu dhe i kanë therrur me shpatë profetët e tu, dhe unë pikërisht vetëm unë kam mbetur dhe ata kërkojnë të marrin jetën time." Tani vini re që në këtë situatë, kjo situatë ndodh 2 herë. Zoti thot 2 herë: "Çfarë bën ti këtu, Elia?" Dhe ai 2 herë i thot njëjtën gjë. Ai thot: jam bërë shumë xheloz për Zotin, unë pikërisht vetëm unë kam mbetur, gjithë tjerët kanë vdekur. Kështu. Pastaj vjen tërmeti, vjen zjarri, vjen era e tjera. Zoti nuk është aty, pastaj një zë i qedh. Dhe Perëndia e pyet 2 herë: "Çfarë bën ti këtu, Elia?" Tani, kjo është ajo përballja që Perëndia i bën Eliaut me këto 2 pyetje. Interesant që ai përgjigjet 2 herë në të njëjtën mënyrë. Eliau ndoshta akoma vazhdonte mendonte që unë kam qenë beznik, Izraeli ka dështuar, vetëm unë kam mbetur, ata duan të më vrasin. Shpeshherë ne ndoshta bëjmë njëjtin gabim. Perëndia na flet: "Çfarë bën ti këtu?" Edhe ne themi: "Njëjtin problem, ne kemi të njëjtin frikë, njëjtin zhgënjim, vetëm unë jam, askush nuk po shërben, vetëm unë po shërbej." Edhe përmes gjithë kësaj shfaqje me erë, me zjarre dhe me tërmet, Perëndia ishte tek ai zë i butë i qetë. Dhe ishte i zëri që Eliau në fakt kishte nevojë. Pastaj Perëndia e rikthen atë në planin e tij.
Me anë të këtyre dy pyetjeve, fakt, Perëndia e fokuson përsëri për të kuptuar qëllimin e jetës së tij. Çfarë bën ti këtu, Elia? Çfarë bën ti këtu në këtë shpellë? Çfarë bën ti këtu në këtë lodhje? Çfarë bën akoma ti këtu në këtë dekurajim? Shikojmë pak në vargun 15-17, Zoti i tha: "Shko riktheu udhës në shkretërinë e Damaskut dhe kur të arrish, vajose Azaelin të bëhet mbret mbi Sirin, vajose Jehuin, birin e Nipshit që të bëhet mbret mbi Izraelin, vajose Elishain, birin e Shafatit nga Abel Meholahu, që të jetë profet në vendin tënd. Dhe ka për të ndodhur që atë që i shpëton shpatës Azaelit ka për të therrur Jehui dhe atë që i shpëton shpatës Jehuit ka për të therrur Elishai." Dhe pas përgjigjes së dytë të Elias, Perëndia nuk vazhdoi më ta pyeste, e pyeti 2 herë. Pastaj ai jep një urdhër. Shko, mos qëndro më këtu, shko riktheu, ktheu në rrugën nga rruga ku ti je larguar, riktheu në udhën, thot aty ke drejtimin ku ti e ke lënë, edhe vajos ata persona. Pra ke një shërbes për të kthyer, ke një shërbes për të kryer. Eliau kishte thënë mjaft, Perëndia po i thoshte ke një plan, kam një plan për ty. Ti do bësh këtë. Pra siç thamë përpara që Perëndia nuk e restauron Eliaun vetëm që ai të ndiej mirë dhe ta kalonte atë shqetësim që ai kishte. Ti thoshte Elia, asnjë gjë nuk do të ndodhi jetës tënde, por ai dha një qëllim. E restauron për një qëllim. Pastaj Perëndia i korrigjon këndvështrimin. Vargun 18 thot: "Kam lënë për vete ende 7.000 burra në Izrael, gjithë gjunjës që s'janë përkulur përpara Baalit dhe çdo gojë që se ka puthur atë." Tani është një pikë shumë e rëndësishme për kuptuar që për veten tonë, kur ne përballemi me dëshpërimin tonë, që ne themi që ja vetëm unë po shërbej, jam i lodhur, askush tjetër nuk dëgjon, unë kam ecur, unë kam investuar, tani mjaft më. Perëndia të pyet, ç'a bën këtu? Kush qëllimi i jetës tënde? Që ti të krahasohesh me të tjerë, që ti të jesh më i madh, që ti të jesh i suksesshëm, që ti të kalosh jetën tënde në dëshpërim, çfarë bën ti këtu? Perëndia thotë, "Çou, ktheu, ke punë për të bërë. Vazhdo, investo." Dhe pikërisht Eliau që kishte thënë 2 herë, unë kam mbetur, dhe kam mbetur vetëm. Zoti i thotë, "Jo Elia, kam mbetur 7.000 për veten time." Eliau numëronte 1, Perëndia numëronte 7.000 veta. Në fakt edhe kur ai del nga shpella, zbaton urdhën e Perëndisë, ai shkon tek Eliseu, edhe e vajos atë, i hedh atë mantelin. Tashi edhe këtu Eliau nuk ishte vetëm. Pra, përballja jon duhet që të shkojë në këtë pikë, që ne vëllezër dhe motra nuk jemi të vetmit, sikur mbajmë shpatën e së vërtetës, edhe vetëm ne kemi ngelur kalorësit e fundit të së vërtetës. Dhe më besoni që dëshpërimi e çon këtu gjë, e çon njeriu në këtë pikë. Por ne duhet të kuptojmë që është Zoti ai që është në ar, është Zoti ai që punon në zemrat e njerëzve. Dhe kur ne nuk shohim, dhe ne nuk i shohim të gjithë, dhe ne nuk e shohim punën që Zoti bën në zemrat e njerëzve. Nuk e shohim punën që bën Zoti në një lagje tjetër, në një vend tjetër, me një misionar tjetër, me një vëlla tjetër, nuk ka rëndësi. Ne nuk jemi aty që jemi të gjithë dishmit edhe flasim me të vërtetën lart, duke mbajtur lart, sikur ne jemi ata të vetmit. Jo, nuk jemi ne të vetmit. Perëndia ka njerëz kudo që i shërbejnë. Pra ti ke vëllezër dhe motra që qëndrojnë. Prandaj qëndro dhe ti. Prandaj ktheu dhe ti. Prandaj ktheu dhe investo në jetën e dikujt tjetër. Ashtu siç bëri Eliau. Në fakt shohim që Eliau nuk i bëri të treja ato gjë, nuk shkoi tek Jehui, nuk shkoi tek ai mbreti tjetër, por vajti vetëm tek Eliseu dhe Eliseu pastaj e përmbushi planin e Perëndisë. Dhe ndoshta kjo është ajo gjë që ne duhet bëjmë, të kthehemi tek rruga nga e cila ne jemi larguar, të kthehemi dhe të fillojmë të riinvestojmë jetën tonë në jetën e tjerë. Problemet janë reale,
shqetësimet janë reale, dekurajimi na tregon vetëm atë që kemi humbur, o Zot, ja, unë këtu tani. Por Perëndia thot, kam lënë për vete, kam plot njerëz. Kam plot vëllezër dhe motra vërdall, që bashkë me ty mund të ecin edhe të shërbejnë. Pastaj Eliau përgjigjet edhe me një bindje. Kështu ai u largua që aty gjeti Elishain, birin e Shafatit, i cili kishte pluguar me 12 pend që e përpara tij dhe ai bashkë me të 12-tin. Dhe Eliau i kaloi pranë e i hodhi sipër mantelin e vet. Dhe ai i la qet dhe vrapoi pas Eliau dhe tha: "Lërm të lutem sa të pu thatin tim dhe nënën time." Dhe pastaj do të ndjek dhe ai i tha: "Ktheu mbrapa se çfarë të kam bër." Dhe ai u kthye mbrapa, mori qete, një zgjedh dhe i theri, e zgjeu mishin e tyre dhe instrumentet e qeve dhe u dha njerëzve e hëngrën. Pastaj u çua, shkoi pas Eliau dhe i shërbeu atij. Tani ai e gjen Elishain, Eliseun, edhe plotson, pra kthehet tek Perëndia edhe zbaton fjalën e Perëndisë, edhe bën pikërisht atë që Zoti i kishte urdhëruar. Siç e tham përpara që Eliau nuk e kreu personalisht të treja gjëra që Zoti i tha, por ishte Eliseu pastaj që e përmbush, edhe kjo shërbes përmbushet përmes Eliseut. E u thashim edhe përpara që ndoshta kjo është ajo që ne duhet të bëjmë, të kthehemi të investojmë jetën tek të tjerët. Tani rrjedha e restaurimit. Së pari Perëndia e përballë, gjen aty ku ishte, në atë frikën e tij, në atë dështimin e tij, rënien e tij, dëshpërimin e tij dhe i thot: "Çfarë bën ti këtu?" Është një pyetje që ne mund t'ja bëjmë shumë mirë vetes. Çfarë bën ti? Ky është qëllimi i jetës. Pastaj Perëndia i flet me një zë të vogël e të qetë. Pastaj Perëndia i korrigjon, i thot: "Kam lënë 7.000 veta." Dhe pastaj Eliau bindet. Tani për ta mbyllur, e di që pak a shumë ishte si një analizë për të parë, edhe shpresoj që në atë pasqyrë të fjalës së Perëndisë të mundemi të kuptojmë ku jemi, ndoshta. Ndoshta je i dekurajuar këtu sot, ndoshta atje shoh një person të fortë, një person me karakter, edhe ndoshta nuk i dim betejat e tua. Mund të jesh i pranishëm këtu në mesin ton, mund të flasësh për Perëndin, por thellë në zemër, ndoshta ke arritur në atë pikën ku thua mjaft. Nuk mundem më. Ndoshta një presion, një zhgënjim, një frikë të ka larguar nga vendi ku Perëndia dëshiron të jetë. Pa e kuptuar, je izoluar, je mbyllur në mendimet e tua dhe ke hyrë në një shpellë që askush tjetër nuk sheh, por Perëndia të sheh. Perëndia e di ku je. Ai e di lodhjen tënde, e di frikën tënde, e di dëshpërimin tënd, e di ku je. Pra ai nuk do kursesi që ti të vazhdosh të jesh në atë shpellën e dëshpërimit tënd. Dhe pyetja është, çfarë bën ti këtu? Çfarë bën ende në atë vend ku të çoj frika? Pse jeton sikur gjithçka ka përfunduar? Përse e përcakton të ardhmen tënde në një ditë dobësie? Më mbaroi jeta, tani mjaft. U dekurajova rash, s'vlej më. Pse mendon sikur je vetëm ti? Kur Perëndia vazhdon të jetë me ty dhe të punojë edhe atje ku ti nuk mund ta shohësh në fakt. Perëndia na fton vërtet që ne të përballemi me gjendjen ku jemi, të pranojmë edhe. Prandaj thash në fillim që midis nesh nuk flasim shumë për këtë temë. Ndoshta mbyllemi në atë dëshpërimin tonë dhe i vëmë një maskë dhe flasim për Perëndinë dhe për gjëra të mira dhe për kështu e andej, por thellë në zemrën tonë. Ndoshta jemi të rënduar, ndoshta jemi të friksuar, ndoshta vetëm një fjalë mundet që nesër të mjaftojë edhe të shpërthejë çdo gjë që ke mbajtur një peshë të madhe. Por Zoti nuk do që ti të jesh i mbytur në atë shpellën tënde dhe në dëshpërimin tënd edhe të ecësh pa motivim në jetë. Perëndia na fton në fakt që jetën tonë ta kemi në fitore jo me forcat tona, por me forcën e Perëndisë.
Sepse puna është e Perëndis, forca është e Perëndis, shpëtimi i përket atij, çdo gjë i përket atij. Dhe Zoti do që ne të kemi jetë në fitore. Dhe ashtu si Eliau u përball me veten e tij, u përball me ato gjërat me mendimet, Zoti e korrigjoi. Edhe Eliau ç'a bëri? Okej. Shkoi edhe bëri atë që Zoti i tha. Pra u kthye në planin e Perëndis. Prandaj nuk e di ku je, e di që shumë prej nesh mundemi që të jemi të rënduar, por Zoti ka një fjalë çoh. Është një urdhër hyjnor i Perëndis. Çohu. Ka ende shtektim. Ka ende rrugë për të bërë përpara. Nuk ka përfunduar. Edhe kur themi që nuk ka përfunduar, nuk dua të them që Perëndia është një Perëndi që vetëm na jep detyra, vetëm na ngarkon, ne do bëjmë këtë tani o Zot, hajde shkoj. Jo, Zoti nuk do këtë. Zoti do që ti të jetosh një jetë të mbi natyrshme me Perëndin. Një jetë fitimtare me Perëndin. Prandaj ka ende rrugë. Shko. Riktheu punës. Riktheu jetës me Zotin. Kthej sytë tek Zoti. Mbaj sytë atje. Prandaj mos qëndro më i mbyllur në shpellë, hapja zemrën Zotit. Rrëfej atje ato gjëra që ti ke. Thuaj ato të sinqertën. Ndoshta nuk janë fjalët e bukura, nuk janë fjalët më të mira që do të, po thuaja Zotit. Edhe jepi mundësinë atij që të përballi me ato frikra, me ato mendime që ti ke, për t'u kthyer pastaj tek Perëndia. Perëndia nuk ka ardhur vetëm që të ngushëlloj, po ai e bën. Por Perëndia nuk ndalon aty që ai të ngushëllon dhe mjafton aty. Perëndia do që të t'japi ty një qëllim. Ndoshta ti e ke qëllimin, e di qëllimin, ti e ke mësuar më përpara se kush është qëllimi i jetës tënde. Po për shkak të frikës, dëshpërimit, ndoshta ti je i bllokuar edhe thua jo. Prandaj Zoti nuk do që thjesht të t'japi një ngushëllim, e bën ta jep ngushëllimin, po ai do të t'japi një vizion, ai do të t'japi një plan që ti t'jesh i fokusuar edhe të kesh motiv për të jetuar, për të mos e mbyllur jetën në një dëshpërim të panevojshëm, por në fitore me Perëndin. Tani për ta mbyllur, fjalia e fundit, Eliau ishte një personazh i jashtëzakonshëm. Ra, përgjeti përballjen me Perëndin dhe u rikthye. Ndoshta ti je i lodhur, ras kapitur, vitet kanë bërë të vetën, nuk ka problem, jemi njerëz, por Perëndia është besnik. Perëndia është besnik edhe ndoshta ke nevojë që të shkosh te Zoti me një zemër të thyer, të sinqert, për të rikthyer te Perëndia. Le të lutemi. Zoti i dashur, jemi shumë mirënjohës Perëndi që ti je i mirë dhe mirësia jote Zot është e jashtëzakonshme Perëndi. Ne kur nuk mundemi ta perceptojmë tamam dashurinë tënde, madhështinë tënde Perëndi që ti ke ndaj nesh. Faleminderit o Zot për historinë, faleminderit për Eliaun edhe për atë që ti ke shkruar në fjalën tënde. Jemi shumë mirënjohës Zot që ti u kujdese për atë personazh. Edhe në atë dobësinë e tij, në atë dëshpërimin e tij, ti e gjete aty ku ishte dhe e ngrite lart përsëri Perëndi për të vazhduar punën Perëndi me forcën tënde Zot. Ashtu si shumë prej nesh Zot, mund të gjitemi sot të rënduar dhe kemi nevojë të pushojmë, kemi nevojë të ham nga fjala jote Perëndi dhe të rregullojmë mendimet edhe të t'japim ty vendin që takon, sepse fuqia vjen nga ti. Dhe të ecim Zot pjesën tjetër të jetës jo më duke besuar në atë gjë që u mund të bëj për ty, por duke besuar në atë që çfarë ti mund të bësh përmes nesh. Perëndi ti je Perëndia. Edhe ne duam Zot të ecim në fuqinë tënde Perëndi. Faleminderit për restaurimin, faleminderit që vërtet që ti je një Zot i mirë, i durueshëm. Na i njeh ato të thellat e zemrës sonë Perëndi, në errësirën tonë, në ato skuta tona Perëndi, na i njeh telat ku i kemi Perëndi edhe prek aty ku është vërtet nevoja. Dhe lutem Perëndi që secili prej nesh të jetë prekur fjalës tënde Zot, edhe të mund të kthehemi tek ti Perëndi, të mundemi të flasim me ty Zot, edhe të restaurohen ato gjëra që ne kemi nevojë. Faleminderit për gjithë secilin që ishte këtu dhe të lutem bekohet pjesën tjetër. Në emrin tënd lutemi. Amen.